Pak ditë para zgjedhjeve të pjesshme të 9 nëntorit në Berat, socialistët kërkojnë të ruajnë drejtimin e bashkisë me Ervin Ceca, ndërsa përballë tij, biznesmeni Pavlo Shkarpa, i mbështetur nga opozita, kërkon të bëjë ndryshimin si kandidati që do të kthejë djathtas elektoratin pas më shumë se 20 vitesh që ky qytet voton majtas. Garimi im për kandidat për kryetar bashkie është nga fakti që unë e njoh qytetin e Beratit. Dhe kur e njeh qytetin e Beratit, do dhe ta ndërtosh atë qytet. I premtoj që t'i kthej këtij qyteti identitetin, t'i kthej shijen, por dhe kurorës, pra gjithë fshatrat që ndodhen mbi Berat, t'i jap edhe atyre një zë. Ervin Ceca, i cili aktualisht është kryetar në detyrë pas ndërheqjes së Ervin Demos për të marrë mandatin e deputetit, thotë se rruga për të është e qartë. Unë kam dhe një eksperiencë thuajse 6 vjeçare në drejtim Këshillit Bashkiak Qytetit. Dhe patjetër është një detyrë që më ka dhënë mundësinë të njihem me sfidat dhe nevojat e komunitetit. Vërtet mund duket një mandat i shkurtër për një vit e gjysmë, por mos ta harrojmë që ky mandat i është besuar me votën e qytetarëve, ish kryetarit bashkisë zoti Demo dhe Partisë Socialiste në vitin 2023. Pra vizioni ka qenë i qartë, rruga në të cilën duhet të eci qyteti është e qartë, kështu që unë patjetër që do të siguroj vazhdimsinë e punëve në qytet. Por ai druhet Ceca një pjesëmarrje të ulët në zgjedhje. Qytetarët e Beratit e kanë treguar gjithmonë që kur vjen puna për fatet e qytetit, ata kanë ndjeshmërinë e duhur. Kështu që unë jam i bindur që edhe në datën 9 ata do të drejtojnë masivisht në kutitë e votimit dhe ne do të kemi patjetër një pjesëmarrje të kënaqshme. Ndërsa Shkarpa thotë se pavarësisht mbështetjes nga PD tani dhe dikur nga bindja demokratike, partia e tij është Berati dhe kjo është shtysa e tij më e madhe. Partia ime është Berati, nuk ka parti Pavlo Shkarpa. Unë atëherë e pranova bindjen demokratike, por gjithmonë ky qytet tashmë është pak i vështirë, sepse partia që ka 27 vjet që menaxhon këtë qytet, pra Partia Socialiste, e ka blinduar. Pra ne jetojmë në një qytet që Partia Socialiste kontrollon gjithçka.